Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit, këshilla nga i dërguari ynë Muhammed alayhis salam. Falënderimi i takon Zotit të botrave, paqja qoftë mbi dërguarin Muhammed alayhis salam dhe familjen e tij. Allahu i plotfuqishëm Kur'an thot dhe vazhdoi këshillimin se me të vërtetë këshilla u bën dobi besimtarëve. Surja Dhariyat 55. Pikërisht në lidhje me këto fjalë të Allahut të plotfuqishëm, do të përcjellim disa këshilla nga i dërguari ynë Muhammed alayhis salam. Një burr vjen te pejgamberi dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, më porosit diçka, më këshillo", por shkurtimisht pejgamberi i përgjigjet: "Kur të ngritesh për të falë namaz, falu ashtu siç falet ai që largohet nga kjo botë. Mos fol diçka për të cilën nesër do të kërkosh falje, do të pendohesh, dhe mos e dëshiro atë që është në duart e njerëzve të tjerë. Pra, kur të ngrihesh për të falë namaz, falu ashtu siç falet ai që largohet nga kjo botë." Dihet se namazi është yll e besimit, fesë tonë islame. Namazi është ajo për cilën besimtari më së pari do të pyeten ditën e llogarisë. Kështu që nëse namazi me ty është në rregull dhe ti je në rregull namazin, edhe veprat tjera do të jenë të rregullta. Nëse nuk është në rregull, atëherë edhe veprat e tua do të jenë të parregullta. Namazi është lidhja jote me Allahun, të afron tek Zoti, të largon nga gjërat e këqija. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa ladhikrullahi al-akbar. Në të vërtetë namazi largon nga gjërat e shëmtuara dhe të irrituara. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Ata të cilën namazi nuk e pengon nga veprimet e tij të turshme dhe mëkatare, namazi i tij largon nga Allahu i plotfuqishëm." Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Ka shumë njerëz që falin namazin kurse prej tij ata kanë vetëm vështirësi dhe lodhje." Dhe më njëherë në hadithin vjos thot: "Njeriu nga namazi i tij përfiton aq sa mendon dhe sa është i pranishëm pranë namaz." Pra kujdesi në namaz. Hasan el-Basriu ka thënë: "Çdo namaz në cilin zemra nuk është e pranishme çon në pikëllim, dëshkim, lodhje." Njeriu është zotëri i fjalëve që nuk i ka shqiptuar, por është rob i atyre fjalëve që i kanë shpëtuar. Katër gjëra nuk mund të kthehen: fjala e thënë, shigjeta e hedhur, jeta e kaluar dhe rasti i humbur. Pra mos fol diçka për cilën do të kërkosh falje, do të pendohesh. Pejgamberi alayhis salam tha djaloshit të ri: "Rrudhë gjuhën tënde, mos fol shumë tepër ku duhet e ku s'duhet, sepse do psohet besimi. Mos e dëshiro atë që është në duart e njerëzve të tjerë." Fjala është një nga armët më të forta të njeriu. Plaga e shkaktuar nga plumbi mund të shërohet, kurse plaga e shkaktuar nga fjala, nga gjuha nuk shërohet. Prandaj kujdes me fjalët. Siç thotë pejgamberi alayhis salam: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulu qawlan tayyib aw yaskut aw yasmut." Pra kush ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të hesht. Le të jemi të kënaqur me atë që na ka dhënë Allahu dhe do të jemi njerëzit më të lumtur në botë. "La in shakartum la azidannakum." Do të jeni pe falendëruesve, Allahu do t'ja shtojë të mira. Andaj vëllezër besimtar, bëhuni mirënjohës dhe falendërues për të mirave me dhe me të mirat që ja u ka dhënë krijuesi juaj, Allahu subhanahu wa taala.